E respektoj për punën edhe për mënyrën e vetë se si lumë futboll, si trener, si e zgjedh mënyrën si lumë futboll, unë këmë thonë që është trener shumë i mirë, edhe është unikal në pjesën e vetë. Edhe si djallë, po edhe si trener. I ka ato principet e veta, nuk kthehet mrapsht në shumë gjona, dhe më thonë është në rregull me shumë gjona që unë e respektoj, por nuk do të kisha mu futë mënyra e lojës me portierë se kanë hjek, se kanë... Nuk e di se kush e merr vesh se çfarë është loja me portierë të në kryesi në shumicën e klubeve. Është e rëndë ajo loja me portierë, por kisha me thonë që për atë sa është korrekt lejo që tha muja si djale si kështu, në këtë rast nuk është tregu pak korrekt me Dinamo, sepse Dinamo i ka ofruar gjitha kushtet, edhe kur ti kine kontrat një marrëveshje nuk është e drejt bashkë me lënë në atë mënyrë. Plus që Dinamo në renditje është para vllazënimit, edhe është shumë ma ofër për mu fund Super League. Arsyeja pse është largu nuk e di, por që ka pas shumë ekip mirë në Dinamo. Unë për vete e quj ma pretendent, me Dinamo në kësha quj ma pretendent Super League, se sa me vllazënimin, kështu e shofone. Por mënyra se si i kalon për 2 muaj... Ma pretendent me Dinamo se me vllazënimin? Po. Unë e shof kështu. Ti po do në mi eliminu këndështarët hala panis? Jo, Pinoj pranverora. Eliminim. Dinamo ka një ekip që 3 vite, 80% e skuadrës është e pa ndryshuar e njëjtë. Kështu që ajo është shumë përparësi. Plus që Leo e ka gjetë një moment të mirë Dinamo, sepse ka gjetë gjendje shumë të mirë fizike. Treneri më herët e kalon shumë gjendje të mirë fizike, për këto jemi bindun. Edhe lejtarë që kanë qenë që janë të Dinamo e kanë kopë shumë shpejt lojën e Leos edhe prandaj ka pas sukses Leo 6-7 ndeshje, rënë. Por mënyra se si e kalon, me thonë drejten, ato që tha muja është korrekt, është djallë shumë i sinqert, këtu më ka bo pak me u habit me vendimin e ti, por si do që tjetë, është vendimi tina, është mënyra se si e ka zgjedhaj me undo, edhe ju urojmë suksese, që diçka ma shumë... Faton? Me largimin e këtij prej vllazënimit, është e njëjta, sikur marrë se më thoqen, prej Prishtinës. Edhe arsyeja, mendoj e vetme unë, si sportist, arsyeja vetme është edhe këto, edhe arsimin e ka largu për çështje mosbesimi në, do thot, në të ardhmen. Nuk i kam po si, do thot, si trenerin adekuat për të ardhmen. Do thot, për aspiratat e tyre. Për në muj ka që kanë pos vizion me vlerësu që me rikëty prapa? Unë, tash, po këthena të kjo. E kanë marrë mas këti një trener shumë të mirë, Mireli Usën, që ka qenë një për trenera më të mirë